Në kuadër të Telegrafi për biznes, kam kënaqësinë të diskutoj për kompaninë Wolt, një platformë inovative në shërbimet e porosisë dhe shpërndarjes së ushqimit në rajon. E sot do të flasim për zhvillimet e vitit të parë të operimit në Kosovë, veçoritë e tregut dhe planat që Wolt ka për të ardhmen. E këtë intervistë do ta zhvilloj me drejtorin e Wolt për Kosovë dhe Shqipëri, zotrin Lisandri Dragoj. Zotri Lisandër, faleminderit që jeni sot në Telegraf për t'i dhuruar publikut informacione të cilat janë të nevojshme edhe pikërisht për kompaninë Wolt, e cila ka hyrë në treg tash e një vit gati në Kosovë, e që për shumicën prej neve ka qenë një befasi e këndshme si në tregun, ashtu edhe për neve si konsumator. Faleminderit që jeni këto. Faleminderit juve për ftesën, është kënaqësi që t'jem me sy. Është bërë një vit që ju jeni pjesë e kompanisë Wolt. Na trego pak për përvojën tuaj personale edhe arsyet ndoshta pse jeni bërë pjesë e kompanisë. Po, si fillim duhet të them që eksperienca ime lidhet kryesisht me korporata, me biznese ndërkombëtare dhe ishte shumë e thjeshtë vendimarrja nga ana ime. Praktikisht Wolt është një korporat ose një kompani globale, tashmë pjesë e DoorDash, bashkë me DoorDash, që ndodhi kryesisht në pjesën e kontinentit amerikan, Kanada dhe Australi, ndërsa Wolt është pozicionuar kryesisht në shtetet në Europë. Vendimi im për të kaluar nga Vodafone, që ka qenë eksperjenca e parë me gjithashtu kompani globale, në Wolt ka qenë pikërisht për qëllimin që kjo kompani ka dhe atë që ofron. Produkti i Wolt nuk është praktikisht një produkt që është domosdoshmëri për klientët, po zgjidh një nevojë. Dhe impakti që ka ky produkt në shoqëri, në komunitet, tek bizneset, tek individët, është jashtëzakonshëm. Praktikisht zgjidh një problematik dhe ja lehtëson jetën gjithë përdoruesve, nga ana tjetër rrit përfitimet për gjitha bizneset edhe për komunitetin. Kjo është arsyeja kryesore në thelb që më ka bërë mua që të bëhem pjesë e kompanisë. Si funksionon Wolt për ata që ndoshta nuk e njohin, nuk kanë shumë njohuri për Woltin si kompani, si platformë? Atëherë, Wolt është një platformë teknologjike e cila të jep mundësinë që ti të bësh një porosi, qoftë për ushqim apo qoftë për produkte të tjera që lidhen me industrinë e retailit, dyqaneve, farmacive, supermarketeve, dyqane teknologjike, kremra e tjera me radhë, ti bësh këto porosi nëpërmjet aplikacionit. Dhe ta marrësh porosinë që ke bërë online brenda mesatarisht për 30 minuta. Kjo është ajo që e bën shumë të veçantë si platformë, si shërbim, sepse përdorimi i aplikacionit është shumë intuitiv, është shumë i thjeshtë, është shumë user friendly. Nga ana tjetër, dërgesa e porosisë është shumë e shpejtë. Dhe kjo është win-win, le të themi, si për konsumatorin fundor, si për pjesën e bizneseve që shesin online apo që duan të shesin online. Kjo platformë bën ndërlidhjen midis konsumatorit, biznesit dhe kurrierit, që është mundësia e punësimit, le të themi, për qenë pjesë. Wolt herë ka hyrë në tregun në Shqipëri. Sa ka qenë e vështirë ose si është pranuar nga bizneset atje, pastaj edhe kalimi në Kosovë? Mund të them që Wolt është përqafuar shumë shpejt në të dyja shtetet, sepse në të dyja shtetet, në Shqipëri dhe në Kosovë, ne kemi pasur mangësi të një platforme e-commerce, të një platforme që të ofron pikërisht këtë që të ofron Wolt. Nevoja ka qenë aty. Tregu konsumator në Shqipëri dhe në Kosovë, po sidomos në Kosovë, është i përbërë kryesisht nga rinia, dhe rinia janë shumë tek sevi, apo janë shumë të dhënë mbas teknologjisë, kështu që janë ata të parët që shtyn, po themi, diçka inovatore në treg. Dhe janë ata që e kanë edukuar tregun për përdorimin e këtyre platformave. Dhe mund të them që ka qenë shumë e thjeshtë, sepse nevoja ekzistonte, ishte aty dhe Wolt thjesht e plotësoi këtë nevojë. Çka e bën tregun e Kosovës të veçantë në këtë aspekt? Wolti si është pranuar në Kosovë edhe nga ana e bizneseve lokale, sepse ndoshta mund të them që si kulturë nuk është që më herët ka ekzistuar një platformë e tillë
normalisht me delivery, disa kompani, disa biznese kanë pas, po jo një platformë ku i gjend shumë biznese me një vend edhe ti lehtësisht mundesh me bë përzgjedhjen e tuaj edhe porosin tuaj. Praktikisht bizneset njësoj si konsumatorët dhe bizneset plotësojnë një nevojë me platformën e Wolt. Një biznes nëpërmjet platformës të Wolt apo DoorDash, që mund të jetë globale, arrin që të targetoj një numër më të madh konsumatorësh. Nëse sot një biznes i caktuar synon konsumatorët që ndodhen rreth e qark apo afër zonës ku është pika e shitjes restorantit apo retail dyqanit, tashmë kjo rreze rritet deri në 12 apo edhe më shumë kilometra. Që do të thotë një biznes mund të ndodhet sot tek Prishtina Mall dhe mund të japi shërbim apo të shesi produkte tek konsumatorët që ndodhen në qendër të Prishtinës. Dhe kjo është ajo që e bën të veçantë, pasi i jep mundësi bizneseve që të zgjerojnë, të zmadhojnë biznesin dhe të rrisin shitjet nëpërmjet shitjeve online, dhe nga ana tjetër ta menaxhojnë pjesën e biznesit tyre online me të gjitha features apo me të gjitha opsionet e teknologjisë, sepse bizneset kanë platformën e vet. Domethënë Wolt funksionon me 3 sisteme, 3 platforma ndryshme, një që i ofrohet konsumatorit fundor, një platformë tjetër që ofrohet për bizneset, dhe një tjetër që është për ekosistemin e kurrierëve. Të treja këto platforma janë të integruara në mënyrë perfekte me njëra tjetrën, që japin mundësinë ekosistemit të punojnë në mënyrë perfekte që klienti ta marrë atë porosin fund fare për 30 minuta dhe biznesi nga ana tjetër të ketë mundësinë për të targetuar klientët, për të krijuar fushata, për të krijuar fushata promovimi, po themi, advertising në platformë, zbritje, loyalty, e gjitha me radhë. Në fakt, kjo është edhe një ndryshim ndoshta kulture se si funksionon ky treg. Kjo platformë, do me thë Wolt, ka sjell edhe një angazhim më të plot ose më ndryshe të këtyre bizneseve lokale, restoranteve të vogla në Kosovë. Si po e shohin tashmë këtë formë, këtë rritjen e bizneseve përmes kësaj platforme? Shumë e drejtë. Bizneset në Shqipëri apo në Kosovë kryesisht kanë punuar me platformat online siç janë Meta apo Google për të promovuar biznesin. Por ata asnjëherë nuk kanë arritur që të menaxhojnë bazën e klientëve të tyre dhe të arrijnë të ndërtojnë fushata apo të njohin klientët që kanë të biznesit vet. Wolt t'jep pikërisht këtë mundësi, përveç promovimit të biznesit online, në një bazë shumë të gjerë klientësh, ti ke mundësi si biznes që të menaxhosh bazën e klientëve, të krijosh fushata enkas për klientët që i ke më besnik, ata klientë që blejnë më shpesh, mund të targetosh klientë të cilët nuk e kanë provuar ndonjëherë produktin tënd. Dhe këto fushata janë aq të customizuar, po themi të preferenciale të biznesit, sa biznesi arrin që t'i ndërtoj në mënyrë sa më eficiente për të rritur shitjet apo për të rritur kënaqësinë e klientëve që ka të rregullt. Nëse për bizneset është kjo rritja dhe brenda biznesit, për konsumatorët edhe ne si përdoruese kemi pa që na ka lehtësu jetën, sidomos në kohën kur gjithçka shkon shumë shpejt, e cekët edhe ju që Kosova në këtë rast ka rini, njerëzit po munden me bë porosi nga zyret, nga vendi punës, nga shtëpia, nga një distancë e caktuar, si po e pranojnë konsumatorët në Kosovë këtë? Çfarë do të them, si një konsumator i platformës, si një klient i platformës, mund të them që nuk ka gjë më komode se sa kur je duke punuar, nuk e kohë që dalësh për të ngrënë drek apo për të porositur diçka, ti futesh online në platformë dhe të vjen për 30 minuta. Apo ke një problematik të caktuar, ke një nevojë për një produkt, të vjen për 30 minuta. Një ditë për shembull unë kisha probleme me mouse-in, më duhej një mouse tjetër, duhet të dilja që të gjeja vërdall ku kishte në një dyqan që shiste pajisje teknologjike, ndërkohë që u futa në platformë tek Neptun, shpejt për 35 minuta, më duket se më ka e kishe me usin ato. Erdhi në tavolinë.
E njëjta gjë apo kur kam nevojë po themi për blerje të tjera që lidhen me shtëpinë, si supermarket, pazarin për në shtëpi, është shumë praktike që ti çdo gjë ta zgjedhësh nga telefoni. Po të menaxhimi i kësaj platforme, si shkon si proces? Do të thënë nga marrja e porosisë deri tek dorëzimi i porosisë. A është vështirë e menaxhueshme ose ekipi juaj si funksionon këtë pjesë? Atëherë, për të ndërtuar këtë platformë, si fillim duhet të them që kam punuar me mijëra inxhinier për vite me radhë. Që kjo platformë ka arritur në këtë lloj përsosmërie që është sot dhe vazhdon duke u përmirësuar nga dita në ditë. Çfarë do të thotë kjo? Që platforma ka një algoritëm të avancuar që i jep mundësinë të gjitha palëve, qoftë klientit fundor, qoftë partnerëve në restoranteve apo dyqaneve, edhe korrierëve që të jenë të sinkronizuar me njëri tjetrin, që do të thotë në momentin që klienti bën porosinë, porosia shkon tek restoranti apo tek dyqani pranon për sa minuta do ta bëj gati, e përcakton vetë se për sa minuta do të jetë gati porosia, dhe për aq minuta vjen korrieri për ta marrë porosinë, sepse njoftohet, le të themi, korrieri që është i disponueshëm dhe më i afërt me dyqanin dhe që i duhet fiks aq kohë për ta marrë porosinë dhe për ta dorëzuar te klienti fundor. Cilat kanë qenë sfidat kështu më konkrete, ndoshta më të vogla, detajet që janë ballafaqur konsumatorët e parë ose edhe ju vetë si kompani? Bizneset a e kanë ditë si funksionon, si ka qenë pritja te kjo kur ata duhet me marrë porosinë, si është prit? Mund të them që sfida më e madhe ishte fakti që kishim më shumë porosi nga që kishim planifikuar. Që këto janë sfida që i mirëpresim. Urojmë që të vazhdojmë me këto sfida. Por ishte sfidë për të mbajtur eksperiencën e klientit që ne kemi si objektiv, si qëllim. Pasi ne investojmë shumë, Wolt investon jashtëzakonisht shumë që eksperjenca e klientit të jetë më e mira e mundshme. Dhe kur them investon shumë, nga krau tjetër, shërbimi i klientit që ne ofrojmë suporti ka njerëz real, nuk ka chatbots apo AI. Siç mund bëjnë shumë kompani që e bëjnë për të po themi ulur kostot e punësimit e tjera më radh. Në rastin tonë investojmë shumë që të ketë një suport edhe shërbim sa më të mirë. Dhe rritja e volumit porosive, ndërkohë numri i korrierëve, i partnerëve tanë korrier nuk ishte në nivelin e dur, na vurin disa vështirësi sepse nuk arrinim dot që të plotësonim kërkesat e gjithë klientëve në të njëjtën kohë. Ajo ka qenë sfidë para disa muajve, sidomos në periudhën e sezonalitetit, që në korrik edhe në gusht, në Kosovë, në Prishtinë, ishte jashtëzakonshme, domethënë pothuajse u trefishua popullsia nga prurjet edhe nga migrantët që vinë. Kur jemi te korrierët, ne në Kosovë e kemi tashmë Voltin në Prishtinë edhe sa e di unë në Ferizaj. Si po funksionon? Edhe korrierët si po mundem me menaxhu? Mund të them që ajo që ofron kjo platformë, ky ekosistem, është mundësi punësimi për korrier, po jo vetëm. Që do të thotë, sot që flasim është një ekosistem me më shumë se 300 korrier të punësuar, edhe në Ferizaj, edhe në Prishtinë, dhe përveç këtyre, rritja e volumit të shitjeve dhe rritja e bizneseve lokale jep mundësinë që bizneset të punësojnë staf të ri, të rrisin numrin e stafit, dhe kjo krijon hapësira dhe mundësi punësimi shtesë për komunitetin edhe për bizneset ku operojnë platforma të tilla. Ky është, mendoj unë, avantazhi kryesor, dhe kjo është ajo që e jep vlerë të shtuar një platforme të tillë në shtetin tonë, po themi në Kosovë apo në Shqipëri. Nga ana tjetër, bizneset e kanë pritur, mezi e kanë pritur me çfarë vumre nga Ferizaj, që të kenë një platformë që pikërisht i jep këtë lloj mundësie. Kur një platformë e re hyn në treg, kemi edhe ato disavantazhet ose pakënaqësitë si fillim. Kemi pa që janë komentuar korrierët e Voltit. Sa mundesh me na tregu sipas të dhënave të juaja për pakënaqësitë ose sigurinë e këtyre korrierëve në
trafikun e Prishtinës që e kemi super të dendur. Unë mund të them që Wolt investon shumë tek partnerët, tek kurierët, sidomos me pjesën e trajnimeve për sigurinë, për veshjet, për masat e sigurisë, po themi kokorët që përdoren për motor, të gjitha janë mjete që Wolt i vën në dispozicion për kurierët. Nga ana tjetër, trajnime të vazhdueshme për mënyrën se si ata duhet qarkullojnë, licencat që duhet kenë për qarkullimin rrugë me motor, por një gjë që duhet theksuar është kultura e përdorimit të motorëve në Kosovë nuk ka ekzistuar përpara se Wolt të jetë këtu. Që do të thotë, nuk ka rëndësi nëse kjo gjë prezantohet nga Wolt apo nga një platformë tjetër, apo thjesht nga fakti që po themi po zhvillohet mënyra e qarkullimit në rrugë dhe njerëzit fillojnë edhe përdorin motor, gjithsesi tregu, kultura nuk është aty, do thotë që është një gjë e re që krijon edhe pasiguri edhe sfida në fillim, por ndërkohë mbasi e kupton dhe mbasi e mëson, mbasi përshtatet, aty e kupton që është diçka efektive në fakt, që ja bën jetën më të thjeshtë. Nuk ka rëndësi nëse është një motorist, po themi, që ofron një shërbim delivery, apo është thjesht një individ që do të shmangi trafikun dhe orët e gjata të trafikut dhe përdor motorin për të shkuar në punë dhe për të mbaruar punë shpejt e shpejt. Gradualisht do vi dita që edhe Prishtina apo qytetet e tjera në Kosovë do të përdorin mjete me 2 rrota, siç janë motora, biçikleta, monopat, sepse e bëjnë më praktike pjesën e qarkullimit ditor. Qëllimet pas, kështu 3 shtylla. Shiko, e para është ofrimi apo thjeshtimi i mënyrës të jetuarit, që do të thotë kjo është ajo që i ofron konsumatorit fundor. Një jetë më të thjesht duke të mundësuar çdo gjë që ndodhet brenda qytetit në 30 minuta ta kesh në dorë. Kjo është gjë e parë. E dyta është mundësia që i jep bizneseve lokale për të rritur. Që do të thotë çdo biznes tashmë mund të rrisi volumet e shitjeve dhe numrin e klientëve duke shitur online nëpërmjet platformës dhe ka mundësinë që të përdori platformën në interes të vet, sepse nuk ka asnjë kosto për të bërë pjesë e platformës dhe mundet që të përdori të gjitha features që të ofron platforma për ndërtimin e biznesit vet online. Praktikisht është një e-commerce që të ofrohet pa kosto, shtesë për të bërë pjesë dhe praktikisht biznesi tarifohet për volumin e shitjeve që është, po themi, një marrëveshje partneriteti midis palëve. Dhe e fundit është pjesa e punësimit. Sa më shumë këto platforma rriten, aq më shumë punësim krijohet në komunitet. Fakt, ndoshta krijohet edhe një zinxhir pikërisht i përfitimeve, jo vetëm në numra, por edhe në konsumator, biznes edhe platform. Absolutisht. Si përfundim duhem me bë edhe një pyetje se si drejtuesi i Woltit dhe sipas të dhënave, cilët janë ushqimet që porositen më shumti në Kosovë? Ushqimet e shpejta janë ato që porositen më shumë, sepse njerëzit duan që ta marrin sa më shpejt ushqimin, plus që nga ana vizuale janë shumë atraktive, gjitha pjesa e promovimit të burgerave, të ndoshta edhe është çështje kohe, sepse është çaq dinamike tashmë, edhe po preferojmë kështu me hëngër pak si shpejt. Po, është pjesë e trendit. Po ushqime tradicionale? Edhe ushqime tradicionale ka shumë porosi, sidomos në Shqipëri ka filluar, po themi, rritja e volumeve të shitjes në ushqime tradicionale. Kështu që unë mendoj që afatgjatë do balancohet, sepse edhe njerëzit kërkojnë që të kenë një lifestyle pak më të shëndetshëm, kenë ushqime më të shëndetshme në përditshmëri. Kështu që afatgjatë mendoj që kjo do balancohet. Gjithsesi, qëllimi dhe objektivi i platformës i Wolt për vitin që vjen do të jetë pozicionimi tek dërgesat e retail, dyqaneve, që do të thotë farmaci, dyqane supermarkete, dyqane teknologjike, kremra, veshje, lodra për fëmijë. Po presim edhe sektore tjera të bashkohen kompanisë Wolt. Të gjitha bizneset
do të jenë pjesë e platformës. Ne jemi në një fazë që po rritemi shumë shpejt dhe kërkesa për të bërë pjesë në platformë është shumë e madhe, kështu që na duhet që ti përzgjedhim bizneset që bëhen pjesë. A keni prit këtë sukses të Voltit në Shqipëri dhe në Kosovë? A ka qenë i pritshëm, i planifikuar? Të jemi sinqert, unë kur e pash platformën që hyri në Shqipëri dhe në Kosovë, isha i bindur që do kishte sukses. Për investitorët, ata nuk ishin të bindur, sepse gjithmonë Shqipëria dhe Kosova, nga që edhe nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, mund të shikohen pak si shtete më pak të zhvilluara dhe skeptik tek pranimi i inovacion e teknologjisë, ndërkohë që ne jemi në kulturë, duke pasur edhe shumë rini, kemi shumë nevojë dhe kërkesë dhe i pranojmë shumë më shpejt teknologjitë e reja se sa shtetet e tjera. Plus që ne kishim nevojë për një platformë të tillë, sepse në Shqipëri dhe në Kosovë nuk ekzistojnë platformat e mirëfillta e-commerce globale siç mund të jetë Amazon apo e-commerce tjera, po themi si AliExpress. Mund të porosisësh, po kërkon 2 javë kohë derisa të vi. Lisart, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që ndat për lexuesit dhe shikuesit e Telegrafit. Një mesazh të fundit për gjithë konsumatorët në Kosovë dhe në Shqipëri sa i përket kompanisë Volt. Faleminderit ty për ftesën edhe për kohën. Mesazhi im për gjithë partnerët dhe konsumatorët, klientët është faleminderit që jeni pjesë e këtij ekosistemi dhe të vazhdojmë të gjithë së bashku për të rritur, po themi, përfitimet qoftë nga ana e thjeshtësisë, qoftë nga ana e rritjes së bizneseve, të ndihmojmë, po themi, njëri tjetrin për ta bërë këtë ekosistem sa më perfekt. Faleminderit shumë. Faleminderit.